Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vëllezër, motra të nderuar, me lejen e Allah sot do të flasim në këtë muaj të begat për një temë shumë të rëndësishme. Gjithë ne në këtë muaj të bereqetshëm të Ramazanit kërkojmë faljen e Allahut, e dëshirojmë mëshirën e Tij. Mirë po, shpesh herë ne duhet mendojmë, pasi që ne po kërkojmë faljen e Zotit, a jemi ne të gatshëm të falim të tjerët? A nuk na tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam, irhamu men fil ardi, irhamu men fis sama. Mëshironi ju ata që janë në tokë, pastaj do t'ju mëshirojë Allahu që është lart në qiell. Shpesh herë ndoshta pengesë për faljen e Allahut është zemra jonë e mbushur me urrëtie, zemra jonë e mbushur me inat, dhe ne nuk arrim të i kalojmë atë. Andaj duhet të meditojmë ajetet e Kuranit, sikurse që është ajeti i njohur në surën Nur, ku Allahu na thot: "Wal yafu wal yasfahu, ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, wallahu ghafurur rahim." Thot, dhe le të falin, le të i kalojnë mllefin, inatin. A nuk dëshirojnë që Allahu t'ia fal atyre? Vërtet Allahu është fals dhe mëshirues i madh. Ky ajet, a dini për kënd ka zbrit, besimtar të nderuar? Ka zbrit pikërisht për Ebu Bekrin. Allahu qoftë i kënaqur me të. Në lidhje me një të afërm të tij, Mistahun, i cili ishte një muhaxhir që kishte rënë prej e thashëthëmeve, e shpifjeve ndaj Aishës, Allahu qoftë i kënaqur me të, gruas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vajzës të Abu Bekrit, për cilën kishin dalë fjalë shpifje në nderën e saj. Andaj kur dëgjoi, pasi që zbritën ajete ku Allahu e pastronte Aishën nga ajo akuzë e rëndë, dhe Abu Bekri e kishte zemrën shumë të thyer, shumë të rënduar ndaj këtij të afërmit të tij, i cili kishte rënë prej këtyne fjalëve, edhe u betu që nuk kishte më ndihmu më këtij, pasi që ky ishte prej të varfërve që i ndihmonte vazhdimisht Abu Bekri. Mirë po, Allahu pastaj zbriti pikërisht këtë ajet që lexuam, që le të falin, le të i kalojnë mllefin, a nuk dëshirojnë që Allahu t'ju fal juve? Pra, nëse dëshirojmë që Allahu t'na fal, atëherë edhe ne duhet të jemi të gatshëm që t'i falemi tjerë, të kalojmë inatet e hidhrimet tona. Gjithashtu kemi ajetin tjetër kuranor ku Allahu na thret që të garojmë për tek falja e Tij dhe xhenetit i Tij, ku Allahu na thirr: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Dhe garoni për tek falja e Zotit dhe xheneti, i cili gjerësia e Tij është sa qielli dhe toka. E si të garojmë Allah i lartësuar? Atëherë Allahu na shpjegon më poshtë në ajetet në vazhdim, ku thot: "Wal kadhimin al-ghayza wal 'afina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin." Thot, dhe ata që dëshirojnë të garojnë për tek falja e Zotit, xheneti i Zotit, atëherë për veprat që duhet veprojnë është që të i kalojnë mllefin, t'i falin të tjerët. Vërtet Allahu i don ata që janë bamirës. Këtë ajet kuranor shumë prej dietarëve kuptonin, dhe kur kishin ndonjë rast që të mllafosishin, ju kujtonte ky ajet, atëherë ndalën në mllefin. Pastaj ju kujtonte ajetin vazhdim ku thotë edhe i falnin, dhe në atë moment ja falnin gabimin. Pastaj kur ishte puna edhe ajeti i fundit që Allah i don bamirësit, bënin edhe një vepër, ndoshta i dhuronin diçka pjesë sadakas, edhe pse ai kishte gabuar ndaj tyre. Pra, ky është shembulli i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i sahabëve të tij me kuptimin ajeteve të Kuranit. E kemi shembullin gjithashtu të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili me gjithë vujtjet që ja shkaktuan Kurajshët e Mekës, me gjithë torturat, vrasjen e shokëve, ai kur e shliroi Mekën bashkë me 100.000 luftëtar, kishin gjithçka në dorë dhe u tubuan njerëz para çabës, thanë: "A thua çfarë vallë do të veproj Muhamedi alayhis salam me neve?" Ata thanë: "Ky është fisnik, biri i fisnikut." Andaj i dërguari sallallahu alaihi wasallam ja u tha fjalët
e Jusufit që ja u kishte thënë vëllezërve të vet, që gjithashtu i kishin bërë padrejësi e zullum atij, la tathriba aleikum yawm. Nuk ka qortim për ju sot. Dhe gjithashtu ju kishte thënë idhhabu fa antum tulaqa, shkoni se gjithë jeni të lirë. Shkoni, gjithë jeni të lirë me gjithë ato që na keni bë nga zullumet, padrejësitë, sepse vetë pejgamberi i kishte edukuar shokët e tij duke i thonë nuk fal dikush vetë se Allahu ka për ta ngritur atë person, atë njeri. Pra, falja nuk është as si dobësi, mirë po tregon forcën, tregon fuqinë e besimit në zemrën e një muslimani. Andaj edhe Ibrahim Nehaiu, dietari i njohur, thoshte besimtari asesi nuk don që të nënçmohet. Mirë po kur e ka mundësinë që të hakmerret, ai në atë moment e tregon fuqinë e besimit të tij dhe fal. Pra, falja është cilësi e burrave, cilësi e besimtarëve të fortë. E lutim Allahun e plotfuqishëm që të na mundsoj edhe neve që të jemi prej atyre që i falim, i tejkalojmë gabimet e të tjerëve, sepse kështu Allahu na jep krenari, na ngrit neve e sikurse është shembulli i atij sahabiut i cili pejgamberi kishte përshkruar si banori i xhenetit, vetëm se kur flinte natën arrinte që t'ja bënte Allah dhe t'ja falte gabimet e kalimet të tjera. Lutim Allahun që të na pastrojë zemrat tona, na mundsoj që edhe ne të tejkalojmë lefin, të falim të tjerët, ashtu që ta fitojmë faljen e të madhët Allah. Duke lutur Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allah ti je fals, e don faljen, andaj na fal edhe neve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.